أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet I takojnë Allahut Zotit Gjithësisë, vetëm ai meriton, se është I vetëm I pa shok, I pa ortak në adhurim, në krijim, në sundim dhe në gjithçka. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni këtu sonte bashkë. Vazhdojmë prapë me kapitullin e surës Bekare. Ishim radhën që kaloi tek ajeti 24. Sonte do të marrim ajetin më poshtë, por nëse mani men, Allahu xhele xhelaluhu në ajetin paraardhës për atë që morëm çton në kalume, Allahu xhele xhelaluhu ju drejtonte mosbesimtarëve. Të gjithë atyre që kundërshtojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atyre që kundërshtojnë Kur'anin, edhe ju thoshte, nëse keni dyshim të ky libër, në atë që ne ja shpallim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Muhamedit, atëherë tha, sillni ju një kapitull. Një kapitull të shkurtër, I thot Allahu xhelle xhelaluhu. Madje thot një kapitull të vogël. Sillni dhe ju, nëse do të mundeni. Nëse nuk mundeni thot ta bëni këtë, atëherë thirrni njerëz të tjerë që t'ju ndihmojnë, bëhuni bashkë. Pra ishte për qëllim poet, shkrimtar, orator. Të gjithë bëhuni bashkë edhe bini dhe ju një ajet, kështu siç po e sjellun thot Allahu xhelle xhelaluhu, nëse ju jeni në dyshim. Çfarë thot në ajetin e sonshëm? Elhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Nëse do ta bëni këtë thot, po kur nuk do të mund ta bëni. Pra, Allahu xhelle xhelaluhu I sfidoi në ajetin e mëparshëm, u I tha urdhëroni. Bashkohuni gjithë bashkë. Dhe nëse do ta bëni, thot, fe illen tef'alu velen tef'alu. Prap thot, nëse do ta bëni, po kur nuk do ta bëni. Pra, shifeni se si sfidoi madhi Zot xhelle xhelaluhu, që edhe besimtarët të rrinë qetë, a thuhu mos pasajo në njoni nga këto në ajete? Mos pasjell diçka të ngjashme si Kurani? Allahu na ruaj. Mund t'ja bëj një vezvese shejtani I mallku. Edhe çfarë thot Allahu? Mundohuni thot, nëse do ta bëni, po kur nuk do ta bëni. Fattakun nar allati. Po kujdes thot. Sepse është përgatit thot një zjarr, keni frikë, ruani, kujdes. Waquduha an-nasu wal hijara. Dhe me thonë, është përgatit një zjarr I rrezikshëm. Për këtë që po bëni ju, që po veni në dyshim pejgamberin, po veni në dyshim librin e Zotit. Edhe unë po ju thras, po ju sfidoj, thot Allahu xhelle xhelaluhu. Hajdeni, jeni Zot, bini një ajet, bini një kapitull të vogël. Jo sa kapitulli Bekares për shembull. Edhe ju thot, kur nuk do ta bëni këtë. Po ruhuni, keni frikë. Sepse thot në zjarr do të digjen njerëzit. Nas, shumë. Nuk thot vetëm për një insan, po gjithë thot do të digjen ata që kundërshtojnë. Ata që se pranojnë, ata që e mohojnë, ata që dyshojnë, ata që thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto ajete I merr diku tinz. Shkon tek njeriu atje në kish, tek një prift, hik atje, ja merr tinz atje, edhe na I bie neve këtu. Kështu thoshin. E tjera fjalë të dikush e ka prek, ajo magji e rande, shumë. Ka shkruajt një
profesor, Allah më shëroft, një libër apostofat për këto maskaralleqet që kanë shkruajtur njerëzit që nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka mbledh gjithë në një libër këto shpifjet ndaj librit të Zotit edhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha kujdes, kini frejk, fattakun nar allati. Kini frejk këtë lloj zjarmi, tha. Sepse aty do digjen njerëzit.